është historia e Robertos, një djalë i cili thotë se është manipuluar emocionalisht dhe materialisht nga një vajzë në një marrëdhënie që mund të ishte një marrëdhënie ndjenjash, por në fakt përfundoi si një lojë përfitimi. Roberto Seraj ne kemi në studio për të ndarë këtë rrëfim me mua dhe Jonën në seanca e parë. Roberto, mirë se vjen. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që ishe i hapur për të ndarë për mikrofonin tonë dhe për publikun në historinë tënde. Jam shumë i lumtur të ndaj këtë histori dhe të shërbej, më thënë që një mesazh për të rinjt që mos të nxitohen dhe mos të bëjnë gjëra të papjekura. Roberto, dua të pyes si ndihesh ti sot emocionalisht në raport me këtë histori të shkuar? Ndjem shumë mirë. Tani të thuash më qenë emocionalisht mirë fare, jo se ai ka lënë gjurmë. Ka lënë gjurmë. Ka lënë gjurmë? Po mendoj se ka lënë gjurmë sepse ishte diçka dhe e bukur dhe e keqe. E kishte të dyja ato nuancat. Del them që kam kaluar dhe mirë. Po çfarë ndjen kur thua ka lënë gjurmë? Ndjen zemërim, ndjen nostalgji? Le të themi ndjen të dyja se thash nisi shumë bukur. Nisi një aventurë lloj ndjenjas. Pra, me sa kuptoj Roberto, ti nuk i ke parë të gjitha fjet me këtë histori, edhe pse kanë kaluar gati 2 vite gjysmë. 90% i kam prerë. 1% gjithmonë ngelet. Çka ka ngelur ta 1%? Mos e nuk shpjegoja direkt, po ndoshta pak nostalgji. Nostalgji. Mendoj unë, duke rikujtuar gjithmonë. Kur e kujton atë vajzë sot, çfarë të vjen në mendje? Cilat janë emocionet që të sjell ajo? Të tubulla, të trazuara, të mira, të këqija, po dhe zhgënjim. E zhgënjim, domethënë zhgënjim na çfarë tha, na çfarë bëm, e çfarë doli në fund. Le ta nisim pak historinë tënde që nga njohja juaj. Si u njohem me vajzën? Grup shoqëror, ishim diku po pinim dark, edhe aty një shoku më prezantoi. U takuam, kemi kaluar shumë mirë, na përshtatën muhabete dhe në fillim kur ti njohe këtë vajzë, çfarë mendove? Si e projektove veten në këtë marrëdhënie? Si e shikoje të ardhmen me të? Jo, në fillim. Nuk e projektoj diçka të madhe, të shkoj një të ardhme me të. Thjesht për moment i thash më duket vajzë mirë. Filloi pak si aventurë, mund thuash. Çfarë të doroqit e tipi vajzës? Mund troqi normale aparenca, se mos të themi tani aparenca është që mund troqi dhe tipi i saj, që isha shumë e thjesht edhe shumë domethënë me kuptuese, të kuptonte, të dëgjonte, aparenca dhe tipi. Sa e vlerëson ti pamjen tek një vajzë, le të themi nga 1.70? Sa e rëndësishme është për ty? 8. Është goxha e rëndësishme. Po impakti i parë është e një aparencë, nuk fillon te karakteri. Pastaj mbas aparencës po ta njohësh karakteri. E një femre domethënë alak, mund të thuash çka karakteri ka. Më pas, si vijoi njohja juaj? Vazhduam aktivitet, dilnim, argëtoheshim, pinim, bënim shumë gjëra, domethënë kaloni shumë mirë derisa vonë bashkëtuam ca kohë. Pra, ju hyt gradualisht në një marrëdhënie të konsoliduar. Konsoliduar deri diku, konsumoni shumë kohë bashkë. Për shkak të angazhimeve tona të punës, ne frekuntoni shumë jetën e natës në Tiranë. Po, ditën ishit të dy të zënë? Po, të dy të zënë dhe natën e kishim të lirë dhe domethënë konsumonim deri orë të vona. Kemi kaluar mjaftueshëm shumë mirë. Kishte përfshirjen emocionale nga ana jote në këtë raport? Në këtë periudhë të parë të lidhjes? Le të themi disa filloi gradualisht pak përfshirje emocionale. Fillove të ndjej diçka? Filloi pak të ndjej, pak, jo shumë. Mendoj më shumë ajo me mua. Mendon që vajza ishte më shumë e përfshirë me ty? Duke parë veprimet e saj dhe duke parë skenat, domethënë që bënte emocionale ndaj me, mendoj se më shumë. Për shembull, çfarë bënte ajo? Po drejtësa dhe qante. Po pse qante? Po qante ku nuk japja unë telefonin dhe ku vija unë e vonë. Qante. Po ti pse bëje këtë gjë enkas? Unë nuk e bëja me tendencë, e bëja sepse isha në punë, kisha punën pa orar, isha me shoqëri, mërziteshe. Edhe derisa ngarkohesh emocionalisht e qante. Ajo më thon u habita, u stepa them, kjo më thon, kjo vajzë ka shumë ndjenja. Kjo edhe mua më dha një kurajë që më thon një shtytje që të vazhdoj akoma më shumë atë. Sa muaj kaluat bashkë derisa morët vendimin për të bashkëtuar? 2 muaj, 3 muaj gjysmë vazhdojmë kështu. Pastaj morëm vendimin për të bashkëtuar. Vendimi ishte i saj. E donte ajo dhe unë isha okay. Isha okay. Unë mendova pak, po thash se jo. Pse donte ajo këtë bashkëtesë patjetër? Ndoshta që të më njëjtë më mirë, apo ndoshta po mendoj se shikonte diçka seriozisht. Po flas çfarë më ka thënë. Unë të shkoj për ty seriozisht. Kam tregje fizike, në aty kam tregje emocionale, kam shumë gjëra ka thënë. Unë e pasi diçka pozitive këtë. Thash më pëlqen shumë tipi i saj. Përshtateshin deri ku në tip. Dhe ashtu. Ishte vajzë çapkëne, ishte vajzë pak rokerete, i pëlqente jeta e natës, i pëlqente liria. Po, pak rokere, jeta e natës shumë.
ndoshta nata ishte ditë, e dita ishte natë. Për të dy juve dhe kjo gjë ty të pëlqente. Po, nuk e mojë sepse më pëlqente edhe mua. Më pëlqente natë. Po vajza kishte një martesë mbas krave dhe një fëmijë. Po. Ta kishe treguar që në fillim këtë histori? Ma kishte treguar që në fillim. Ma ka rrëfyer historinë e saj, madje ku ka më rrëfyer ka qenë edhe e ngarkuar emocionalisht dhe ka qartë. Dhe unë e kam rikuptuar dhe ajo mendonte se unë mos kisha mendime për panike, mentalitet që po do ikën vrap jo. Por ty nuk kishte problem. Të krijoj një lidhje ndoshta edhe të martoshe një ditë? Jo. Po, sin problem. Nuk ka. Unë nuk do ta penalizoj ato pse e kaluar e saj, ai ishte kaluar. Ai kishte lënë brapa. Unë jam okay, vazhdova. Do thonë, thash mos e vri mendjen se unë jam pak mendje, nuk jam si tipikët mentaliteti shqiptar. Edhe okay, vazhdojmë, thash. Mos e vri mendjen, unë do të më shtes në këtë tutje, thash. Vetëm të qëndrojnë korrekt edhe Fëmia i partneres tënde qëndronte me ju apo? Jo, ishte jashtë vendit. Jetonte jashtë vendit. Thjesht komunikonte me të në telefon. Po pse e kishte lënë fëmijën jashtë dhe kishte ardhur në Shqipëri? Tash, jeta e natës ishte pak e vështirë. Kur u nda na partneri që ka patur para, do të them babai i fëmijës, ai postoi shumë pati ca gjëra, do të them ngarkesa, depresioni. Dhe u shkëput dhe në fëmija, shkëput në gjithë shka, edhe erdi këtu në Shqipëri, erdi në Tiranë. La gjithë shka mbrapa. Më thonë dhe fëmija kishe kujtesën do marrë na babai saj dhe na mama saj. Pra ajo ishte këtu për të nisur një jetë të re nga e para. Le të themi ishte këtu të nisë diçka në fillimi, na para, dhe nisi shumë mirë. E nisi me mua. Ne nisi me ty. Po, le të tani me mua. Po, me mua nisi. Thash, fillimi ishte shumë, kur e kujtoj fillimin, ishte shumë e bukur. Po mirë, se çdo fillim është i bukur. Fillimi ishte i bukur, po. Problemet lini rrugës. Gjatë bashkëtetës vazhduam për bukuri. Pa kuptoheshin, dilim, bënim, shumë gjëra. Sa kohë bashkëtuat? 5 deri në 6 muaj maksimumi në mos gaboj. Ndërsa si lidhje ishte diku një vit. Lidhja zjati diku 1 vit maksimumi, të jemi qartë. Tani, më bëri pak përshtypje ajo që ti the që unë e pranova, ashtu si ishte, më pëlqente tipi saj dhe vendosa ta mbështes në gjithçka. Patjetër. I qëndroj saj. Si e ke mbështetur këtë vajzë? Me çfarë do që kishte nevojë. Emocionalisht, mbështetje psikologjike. Në momente të vështira, në momente që ishte keq, unë isha aty me të. Emri kuptoja, e dëgjoja dhe ajo habite se thotë s'ka mundësi këtu në Shqipëri. Gjë pa që një mashkull do më shante thoshte. Do më thoshte i kanë ndër, më thonë unë absolutisht jo. Nuk e paragjykoja. Jo, para. Nuk jam shumë tip paragjykës. Ju ishte të dy moshatar, 27 vjeç apo jo? Paka shumë, 27. Por nga ana tjetër ti u bëre edhe një mbështetje në jetën fizike të saj. Shumë. Të paktën shumë, e thotë ajo, po e them dhe unë shumë. Unë jam i ugjeshëm për veprimet e mia dhe mendoj se u bëra shumë. Shumë fare, më thonë, kohën ja dedikoja asaj, e pse kisha një punë që unë pengonte, isha puna pa orar. Po që përveç kësaj ti e ke ndihmuar edhe materialisht. E mbështesje deri ku po. Nga ana financiare dhe kur kemi folur bashk, më ke thënë që e ke mbështetur materialisht, e kuptoje që në sy kur ajo kishte nevojë për para, edhe pse nuk ti kërkonte. Po, këtë e bënte sepse kishte një gjë që nuk kërkonte. E linte çikën në kuptim, po unë e dalloja. Kuptoja, lere thashun se ke nevojë për lek. Ke nevojë erra, ose merri diku se unë. Okej. Je deri përdorur pak të thuash, pak, jo shumë. Po që na i deri ku tregova sepse e bëri atë që